Plot 26 urdhër areste u lëshuan për shtetas shqiptar, 52 në total, në kuadër të një mega operacioni të SPAK-ut dhe autoriteteve italiane për goditjen e një organizate të trafikimit në sasi të mëdha të kokainës dhe heroinës. Një prej personave për të cilin autoritetet italiane kanë lëshuar masën arrest me burg, si pjesë e këtij grupi, është shtetasi Redi Tusha. Ai rezulton të jetë vllai i Ervis Tushës nga Shiaku. Tusha është njëri prej truprojave të Sali Berishës, i cili shihet shpesh në daljet e tij publike, sidomos gjatë protestave. Rol kryesor në këtë grup të trafikimit të sasive të mëdha të drogës, por edhe të pastrimit të parave mes kompanive dhe firmave, tashmë nën sekuestro, dyshohet se është biznesmeni Xhevdet Troplini dhe nipi i tij Elvis Doçi, i njohur ndryshe dhe si Visi Pojës.